jemi në sistem komunist, olir nga të kuq të Enver Hoxhës, janë nipat dhe stënipat të Enver Hoxhës, kushë me datë 15 maj, e gjithë këtë qyteti i Republikës Shqipërisë deri në vjeç, deri 100 vjeç, para spakut, jam unë këtë protestet, nuk nalem ma, me vdekja, se i kom provue, me Salia, me Ilire, me Monike, to janë, Salia baba, ato janë djemët. Se Edi Rama ka bë marrëveshje me Sali Berishën, e di unë me Xhaxhin, se nuk jam ajti me më prunë kërkesë, po doli sa si komorin dohan, tha, unë dhe bëj marrëveshje me Nëngradën, o ta lumë që thësh. U këta desha, enigmitet e kupton që thot enigmitet. Kishte, tani, Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, bashkëpunojnë bashkë si klika me rrezikshme komuniste. Mjanë bambi 20.000 atentate nga kriminalë dhe bandat, kriminale. Me 26 mars 2021 kom qenë fushat, për tarë kriministër. Iliran cili bashkë i vukisë e tim, dhe isha unë kriministër. Edhe do të shlirohet, se nuk i shliruar dhe ju. Edhe ju nuk i shliruar, jeni të varu, ju shtipin. Kurse me arë kriministër unë, nuk ka shans të preki gazetarin e për gazetaren, kriminali dhe banditi. Tani kom delë hapur, kriminale dhe bandat kriminale kanë pushtu gjithë Shqipërinë.